Sekreti ushqimor që rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit, rikuperon memorien. Njerëzit mendojnë se truri është një sistem i ndarë nga pjesë të tjera të trupit, por studime theksojnë se performanca e trurit është vënë re edhe se mund të ndikohet nga ushqyerja juaj ditore. Disa ushqime kanë aftësinë të përmirësojnë pregtësinë e mendjes edhe të parandalojnë gjithashtu edhe rënien e kujtesës dhe ndryshime të ndryshme neurologjike. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj mënyra se si ushqeheni në dietën tuaj ditore mund të ndikojë në një sër efektesh të tjera të shëndetit tuaj. Ndaj, shtoni në dietën tuaj produkte sa më natyrale, të cilat do të sjellin përfitime të duhura për shëndetin e kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas ekspertëve, në këtë video do të njiheni me ushqimet më të mira të cilat do të luajnë një rol pozitiv në rritjen dhe rikuperimin e kujtesës suaj dhe lehtësimin gjithashtu të komplikacioneve të tij. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë ushqimet më të mira, të cilat pa frikë mund t'i shtoni në dietën tuaj për të patur një performancë të trurit tuaj. Por kjo nuk do të thotë se vetëm me konsumin e këtyre ushqimeve do të keni një kujtesë më të fortë. Çokolata. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtjen e çokoladës, e cila është e njohur me efekte të mëdha antioksiduese, të cilat I detyrohen më së shumti elementit flavonol, ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element gjenden më shumë te çokolata e zezë me përmbajtje të lartë kakao, duke ju ndihmuar që të keni një përqindje më të lartë të kujtesës së fortë dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e rënies së memorjes. Peshku. Peshku është një nga ushqimet më të bekuara për organizmin, por në veçanti edhe për shëndetin tuaj të trurit. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura gjithashtu me vitamina dhe minerale, të tilla si vitamina B6 dhe vitamina B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për ato të vjetra, dhe përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse në një kujtesë më të fortë dhe efektive. Arrat, gështenjë dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farrave mund t'i japin rezultate të mira për shëndetin e kujtesës. Ndikimi I tyre në shëndetin e trurit I detyrohet prezencës së antioksidantit omega 3, si dhe omega 6 dhe mungesën e tiaminës, të cilat njihen gjithashtu për funksionet e tyre njohëse. Fruta do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër rënies së kujtesës. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishmet janë manaferat, manat blu, por edhe rrushi I zi, të cilat mund të sjellin një mbrojtje më të mirë ditore për shëndetin e kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, vezët do t'i japin një përqindje më të mirë të shëndetit të trurit. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, sikur I gjithë trupi, fillon të pësojë një farë atrofizimi senil, por që nëse merrni kujdesin e duhur dhe konsumoni ushqime të duhura, do ta keni më të lehtë të mirëmbani shëndetin tuaj. Veza për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës që ka, mund të ndihmojë gjithashtu të keni një kujtesë më të fortë edhe më të shëndetshme edhe me kalimin e viteve. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për trurin tuaj dhe rigjenerimin e kujtesës në mënyrë të përgjithshme. Kështu, efektet e tyre stimuluese do të jenë më të mëdha kur bëhet fjala për rigjenerimin e shëndetit tuaj. Sipas ekspertëve, vezët e ziera mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesi më në zë është gruri, misri ose orizi. Këto produkte, përveç se janë shumë të pasura, ato mund të këshillohen edhe në recetat tuaja dietike. Janë të mira në shëndetin tuaj të trurit dhe mund t'i japin një fuqi më të madhe të tij. Efektet pozitive të këtyre ushqimeve I detyrohen përmbajtjes së lartë të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana e tyre ndihmojnë në përmirësimin e trurit dhe funksioneve të tij. Sa më në moshë jeni, aq më shumë rekomandohen këto ushqime
në dietën tuaj ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në rigjenerimin e kujtesës. Peshku i yndyrshëm janë një burim i pasur i proteinave që lidhen me fuqinë më të mirë të trurit. Peshku është i pasur gjithashtu me acide yndyrore omega 3, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja të shëndetit të trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që të shtoni të paktën 2 racione peshk çdo javë edhe për të marrë elementet e tij ushqyes. Boronicat. Boronicat janë të mbushura gjithashtu edhe me antioksidantë që ndihmojnë në vonimin e plakjes së trurit dhe përmirësojnë kujtesën tuaj në tërësi. Boronicat përmbajnë nivele të larta të antiocianinës, burime këto efektive të cilat kanë veti antiinflamatore, antioksiduese. Antioksidantët veprojnë kundër stresit oksidativ dhe inflamacionit, duke nxitur që të keni një kujtesë më të fortë dhe më të shëndetshme. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj të kujtesës. Është e rëndësishme që boronicat t'i konsumoni sa më natyrale për shkak të ndikimeve të tyre të larta ushqyese që ato ofrojnë. Farat e kungullit. Farat e kungullit janë një përzierje shumë e mirë pasi janë të pasura me antioksidantë të rëndësishëm për shëndetin tuaj të trurit, duke mbajtur larg komplikacionet e kujtesës së dobët. Ato përmbajnë zink dhe magnez shumë të rëndësishme edhe për kujtesën tuaj në tërësi. Arrat. Arrat janë një produkt i pasur ushqimor, të cilat mund të mbrojnë shëndetin e trurit në përgjithësi. Ato janë të pasura me vitaminën E, yndyrna të shëndetshme me përbërje bimore. Disa ushqime të tilla si arrat mund të shërbejnë edhe fal antioksidantëve dhe vitaminës E në një shëndet më të mirë të kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij në mënyrë të rregullt. Sigurohuni që të shtoni të paktën 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë në dietën tuaj. Përfitimet që do të merrni në fund do të jetë një kujtesë më e fortë dhe më e shëndetshme. Portokalli. Portokalli dhe ushqimet të tjera të pasur me vitaminën C mund të mbrojnë trurin tuaj edhe kundër efekteve dëmtuese të kujtesës. Sigurohuni që portokallin ta keni pjesë të dietave tuaja ditore, duke ditur gështuar rëndësinë e madhe ushqyese që ai bardh. Është e rëndësishme që ai të konsumohet në mënyrë të përgjithshme në dietat tuaja ditore, dhe ndikimet që do të merrni do të jenë gjithashtu më të fuqishme në aftësinë e kujtesës. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil është një nga produktet më të rëndësishme ushqyese për mbrojtjen e shëndetit të trurit tuaj. Përmbajtja e lartë e kafeinës rrit vigjilencën, ndërsa antioksidantët e tjerë mbrojnë shëndetin e trurit dhe evitojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Sigurohuni që të konsumoni të paktën 1 filxhan çaji i jeshil në dietën tuaj, si një stimulues shumë i mirë i shëndetit të trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Është e rëndësishme që të konsumoni një mëngjes të bollshëm për të ushqyer shëndetin e trurit dhe për të evituar ndikimet negative në kujtesë. Studimet kanë treguar se ngrënia e mëngjeseve të bollshme do të përmirësojë dukshëm shëndetin tuaj të kujtesës, do të mbajë larg inflamacionet dhe do të ofrojë gjithashtu një rigjenerim më të mirë të tyre. Sipas tyre, ushqimet e mira, përfshirë drithërat, fibrat, bulmetin, mund të veprojnë si një stimulues i një kujtese të fortë dhe rigjenerimi më i mirë i aftësive të trurit. Peshku është një nga ushqimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj edhe në rigjenerimin më të mirë të kujtesës dhe parandalimin e komplikacioneve. Konsumoni një dozë të mirë të arrave në kombinim me çokoladën në dietën tuaj ditore, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse në aftësinë e kujtesës dhe parandalimin e rënies së aftësive të saj njohëse. Kështu, do ta keni më të lehtë të rrisni performancën e kujtesës dhe të evitoni edhe komplikacionet e saj, duke u siguruar që të merrni edhe dozat e duhura të ushqyesve në rigjenerimin e kujtesës dhe parandalimin e inflamacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ofruesi të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.